Përshëndetje të gjithëve, unë jam Edita Almusha, drejtoreshe shitjeve dhe operacioneve pranë Universe Promotions. Ne jemi partner me All Web prej 8 vitesh. Mbështesim këtë iniciativë dhe këtë le të themi sipërmarrje shumë interesante, ku nga viti në vit është folur gjithmonë me tema shumë interesante dhe mbi të gjitha audienca ka qenë po ashtu tejet e përzgjedhur. Ky është një vit kur vet Universe Promotion vjen me disa risi në treg. Risi të cilat janë shumë interesante për pjesën e agjensive të marketingut, për pjesën e zhvillimit marketingut dhe për herë të parë tregun shqiptar e distancon nga printimi apo marketingu tradicional, përmes efekteve speciale dhe investimeve që janë edhe më eco-friendly. Kjo është edhe arsyeja pse ne në këtë panajër vim edhe ndryshe, me një stand ndryshe përmes gjithë produkteve që përfaqësojmë. Shumë interesante ishte edhe vetë audienca dhe gjithë bizneset që marrin pjesë, temat gjithashtu të trajtuara që janë një hap përpara se sa të ndodh e nesërmja, që pak a shumë japin një formëzim ndryshe, ide se si do t'jetë e ardhmja e digital marketing, se si do t'jetë e ardhmja e të menduarit, e të shfaqurit të... Po shkon gjatë? Ja, okej. E të shfaqurit të gjithë ideve përmes social media, përmes kreativës edhe pjesës digjitale, e rëndësishme shumë për gjitha kompanitë, sidomos në kohët që ne po jetojmë.